Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me javën nga data 4 deri në datën 11 janar. Ju uroj një javë sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit 2026, sepse aty përfshihet i gjithë viti, videot më falni e muajit janar, sepse dhe aty përfshihet i gjithë muaj, gjithmonë ka diçka interesante aty për ju, por edhe videot me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë do fillojmë pa humbur kohë në lidhje me shenjën e parë që është shenja e dashit. Dhe shohim çfarë energjie do na vi në lidhje me shenjën e dashit. Atëherë, ju shoh në fillim të javës, jemi te energjia e shenjave të tokës, energjia e shenjave të zjarit që jeni ju vetë, por dhe energjia e shenjave të ujit. Gjithsesi mund të keni dhe hënën ose ascendenten në këto shenja, ose ju keni të bëni me këto shenja. Në fillim të javës, ju shoh pak të mbyllur brenda vetes tuaj, sikur nuk dëshironi t'i ndani gjërat me të tjerë. Dhe këtu flasim në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, ose situata të ndryshme ekonomike, në lidhje me familjen, me marrëdhëniet tuaja familjare, por edhe në lidhje me situata të ndryshme. Dhe ju shoh edhe në lidhje me karrierën. Ju shoh sikur jeni të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me një dashuri, dhe këtu shoh një person që ka emocione në lidhje me ju, po ju sikur ju janë lidhur këmbët, ndjeni të bllokuar dhe pse keni qëllime në veten tuaj, sikur nuk lëvizni dot, nuk bëni dot diçka, sepse ju shoh shumë të mbyllur brenda vetes tuaj. Kjo ka vlerë edhe në lidhje me marrëdhëniet, në njohjet lidhjet ose marrëdhëniet në çift, ose në marrëdhëniet familjare, në marrëdhëniet të ndryshme me vëllezërit, me motrat e vendit punës, por edhe marrëdhënie të tjera që ju mund të keni. Gjithsesi, ju shoh me qëllime në veten tuaj, edhe në lidhje me këto lloj marrëdhëniesh, por sikur do të çliroheni në fund të javës. Ndërsa në lidhje me punën dhe nga ana ekonomike, ju shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash, ju do jeni ndoshta duke menduar për të hequr disa kursime për një pjesë prej jush, pjesa tjetër mund të jeni duke menduar dhe në lidhje me një investim. Dhe ju shoh me shumë qëllime, keni kaluar shumë sfida në jetën tuaj, por ju do gjeni forcën dhe do t'i vendosni qëllime vetes për të çuar gjërat përpara. Thjesht në mes të javës diçka ju bllokon, por në fund të javës shoh një çlirim. Është çlirim shpirtëror, çlirim nga bllokesat, çlirim nga situata të marrëdhënieve të ndryshme që ju keni, por shoh edhe lajme të mira për ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Denit. Atëherë do shohim se si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë, ju keni të bëni me energjitë të shenjave të tokës, që jeni dhe ju vetë, energjitë shenjave të ajrit dhe përsëri energjitë shenjave të ajrit. Gjithsesi ju shoh që po mendoni shumë fort në lidhje me një person, që mund të jetë vendi juaj i punës. Ndoshta një person që tërhiqet nga ju admiron, ju jeni në kërkim të një dashurie ose të njohjeve, lidhjeve që ju mund të keni, dhe dëshironi të bashkëpunoni dhe në marrëdhëniet që keni, por shoh që keni marrë shumë goditje. Në lidhje me ju mund ta merrni në situata të ndryshme këtë, por unë shoh një çlirim shpirtëror në momentin që ju do filloni të bashkëpunoni, por do jeni dhe në kërkim për pjesën e beqarve. Mund të jeni në kërkim të një dashurie, mund të jeni në kërkim të një udhtimi, dhe mund të ketë lidhje edhe me jashtë shtetit, varet
nga çështje dhe situata të ndryshme, mund të ketë lidhje me studimet, se jemi te energjia e shpatave. Dhe shoh që ju do jeni të favorizuar, se sigur do çliroheni nga kjo gjë. Edhe pse keni qenë në tension dhe në ankth për një kohë të gjatë. Ose shoh që do jeni do bashkëpunoni, do jeni më të organizuar gjatë kësaj periudhe, sepse jemi dhe energjinë e Britsjapit. Por dhe pozicioni Mërkurit ju favorizon në lidhje me këtë gjë. Kështu që ju do ecni përpara. Në qoftë se ju kërkoni një dashuri, atëherë ju do çliroheni për të bërë një fillim të ri, një njohje të re ose për të çuar njohjet e lidhjet para. Në rastin tjetër, në qoftë se jeni duke kërkuar një për të shkuar me studime jashtë, për një punë jashtë shtetit, për situata dhe çështje ekonomike që ju doni t'i çoni përpara, është një periudhë shumë e mirë sepse ju çliroheni nga të gjitha tensionet që keni kaluar dhe shoh që do bëni një fillim të ri. Është një fillim i ri që ju favorizon gjatë kësaj periudhe, por shoh që mund të keni dhe mbështetje nga grupe njerëzish, mund të jenë persona të familjes, të shoqërisë tuaj ose diçka tjetër. Gjithsesi kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe në lidhje me shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Gjithsesi, ju keni të bëni me energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të zjarit dhe energji të shenjave të ujit. Ju shoh që keni kaluar shumë probleme, shumë vështirësi, do jeni duke menduar dhe duke qenë më të kujdesshëm, ndoshta do jeni duke menduar në lidhje me kërkim, me një kërkim të një dashurie, duke qenë të kujdesshëm sepse ju shoh në pritje të një dashurie, por ndërkohë ju shoh që jeni duke ëndërruar edhe rreth një personi. Edhe pse keni shumë oferta, ju jeni të fokusuar te një person. Gjithsesi në lidhje me pjesën tjetër, edhe me marrëdhëniet që ju keni, mund të jeni në situata që ju keni kaluar vështirësi në marrëdhënie dhe kur themi marrëdhënie nuk janë vetëm marrëdhëniet në çift, mund të jenë marrëdhënie familjare, mund të jenë marrëdhënie të ndryshme shoqërore, por shoh që do t'regoni shumë të kujdesshëm ose edhe te vendi i punës, por dhe nga ana ekonomike për një pjesë tjetër. Dhe jeni në pritje të një përgjigjeje. Disa prej jush ndoshta për të bërë një udhtim, për t'u larguar jashtë shtetit ose për të bërë plane në lidhje me studimet tuaja jashtë shtetit. Ose për pjesën tjetër, nuk e di, por mund të prisni diçka, një përgjigje në lidhje edhe me trashëgimit për një pjesë tjetër, ose diçka që ka lidhje me partnerin tuaj, të ardhurat, trashëgimit që keni. Pritja mund ta merrni në situata të ndryshme, është pritja e një përgjigjeje. Dhe jeni duke ndëruar rreth kësaj, ndoshta ndërroni për anën ekonomike, si të investoni për punën tuaj, dhe shoh që keni shumë oferta dhe në lidhje me punën. Gjithsesi është një javë fantastike se ju lini problemet mbrapa, tregojeni të kujdesshëm, jeni në pritje të përgjigjeve të ndryshme në jetën tuaj dhe shoh që jeni shumë ëndrimtar deri në fund të javës. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj, ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë që na vjen, ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e vitit, të muajit, por dhe me tema të ndryshme. Gjithsesi, unë shoh që gjatë kësaj jave ju do keni probleme në marrëdhëniet tuaja. E shoh që tregoni shumë të nxituar në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet në çift. Gjithsesi mund të thoni dhe fjalë që nuk duhet i thoni, duhet të tregoni pak të kujdesshëm gjatë kësaj jave. Sepse shoh që ndoshta është dhe Mërkuri dhe në Britsjap dhe ju
është një periudhë tani që ju mund të përkeqësoni situatat ose të krijoni tensione në lidhje me marrëdhëniet tuaja. Shoh që keni kaluar shumë sfida, shumë vështirësi, si në lidhje me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja, por ju do gjeni forcën për të ecur përpara deri në fund të javës. Kjo ka vlerë edhe në lidhje me situata të ndryshme. Ndoshta në lidhje me punën tuaj, në lidhje me një kontratë të rëndësishme, thjesht mos u tregoni të vrullshëm, të nxituar, në lidhje me nënshkrimin e kontratave të ndryshme që mund të keni gjatë kësaj jave. Dhe ju shoh në fund të javës që ju do gjeni forcën për t'i çuar gjërat para, ose ju dëshironi të nxitoni një kontratë pune ose një marrëveshje pune. Dhe shoh që ju do gjeni forcën për ta bërë këtë gjë. Ndoshta është një periudhë ku ju mund të jeni dhe në udhëtime, mund të jenë udhëtime të shkurtra ose të gjata për një pjesë prej jush, por mund të jenë edhe bashkëpunime të ndryshme, partneritete të ndryshme, thjesht mos u tregoni të nxituar në kontrata të ndryshme që mundon gjatë kësaj jave. Por gjithsesi ju shoh keni kaluar shumë sfida në marrëdhënie të ndryshme, por ju do gjeni forcën për t'i çuar gjërat para gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni videot e kaluara të këtij kanali të vitit 2026, por edhe me tema të ndryshme në këtë kanal. Gjithsesi ju shoh keni të bëni me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të ajrit. Por kjo ka lidhje edhe në lidhje, ju mund të keni lidhje edhe me këto shenja, ose të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi ju shoh në një takim shumë të bukur me një person, me një dashuri, ndiheni të emocionuar në lidhje me një person dhe unë shoh një realizim në lidhje me ju. Për pjesën tjetër, ju shoh që do jeni më të konsoliduar në marrëdhëniet tuaja, ndoshta ju do ndiheni mirë gjatë mesit të javës, por në fund të javës shoh realizime në lidhje me gjërat që ju dëshironi. Dhe kjo mund të ketë lidhje me punën, me fëmijët tuaj, në lidhje me anën ekonomike, por dhe me situata të ndryshme, në lidhje me shëndetin tuaj për një pjesë tjetër, por unë shoh një realizim. Këtë mund ta merrni edhe në situata të ndryshme. Flasim në situata shëndetësore, në situata pune, financiare. Gjithsesi është një javë shumë e mirë për ju. Unë shoh që hyni në partneritete, në një bashkëpunim ose partneritet, kjo gjë sikur do t'ju çliroj nga ana shpirtërore dhe shoh që do ndiheni shumë të realizuar deri në fund të javës. Dhe këtë mund ta merrni thamë edhe në situata të ndryshme që ju mund të keni. Do keni lajme të mira, për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me studimet, me internetin, me ligjin për një pjesë tjetër. Gjithsesi ju shoh me lajme të mira, por do të jepni drejtim dhe shoh një realizim në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ne shohim energjinë që na vjen. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit janar, videot e vitit 2023, por dhe videot të tjera. Atëherë, shoh keni të bëni me energjinë e shenjës së Peshqve, energji të shenjës Binjakëve dhe energji të shenjës së Virgjëreshës. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, në fillim të javës, ju shoh që keni paqartësi, keni frikra emocionale brenda vetes. Kjo mund të ketë lidhje me një dashuri, mund të ketë lidhje ose edhe me prapaskena të ndryshme. Mund të ketë lidhje me marrëdhëniet tuaja, në çift, familjare, me fëmijët tuaj.
Dhe ju shoh që keni ngecur në mendime negative, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, mund t'i merrni situatat si i keni, në lidhje me një person të caktuar. Dhe ju shoh të ngecur në mendime negative, mendoni negativisht, që gjërat s'po ecin ashtu si ju dëshironi, por rruga është e hapur në lidhje me gjithçka. Dhe unë shoh që ju do investoni në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, mund të investoni te fëmijët tuaj, mund të rrisni të ardhurat tuaja, fitimet tuaja gjatë kësaj periudhe, mund të zgjeroni bizneset tuaja, mund të merrni vendime shumë të mira gjatë kësaj periudhe, por do keni dhe një qartësi, sepse rruga është e hapur, pavarësisht se mendoni negativisht, por do harrini të keni dhe një qartësi mendore gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi, unë shoh që edhe në lidhje me punën dhe nga ana ekonomike, duhet keni kujdes se mund të keni dhe prapaskena nga persona të ndryshëm. Këtë mund ta merrni ashtu si keni situatat, ju mund t'i dini më mirë, dhe ju keni ngecur në mendime negative në lidhje me një situatë, nuk e di, me diçka që mund të jetë thënë diçka mbas shpinës tuaj, është bërë diçka mbas shpinës tuaj, por gjithsesi rruga është e hapur. Dilni nga mendimet sepse rrugën e keni të hapur. Dhe në fund të javës ju investoni në njohjet, në një dashuri, në lidhjet, marrëdhëniet tuaja, shtoni të ardhurat tuaja, por edhe gjithçka tjetër. Ju shoh shumë mirë në fund të javës. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Dhe shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot e muajit janar, por dhe videot e vitit, sepse aty përfshihet i gjithë viti 2026, por dhe shenjën tuaj me fat. Atëherë, ju shoh keni të bëni me energjinë e shenjave të tokës, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të ajrit. Shoh që dëshironi të bëni një fillim të ri, mund të jetë një fillim i ri në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, por është një fillim i menduar mirë, ose për të forcuar marrëdhëniet tuaja, ose për të forcuar ato situatat në mjedisin tuaj familjar me të afërmit tuaj, por dhe një fillim i ri ekonomik që po e mendoni mirë, ose në lidhje me një punë të re. Dhe në mesin e javës, shoh që do ndjeni shumë mirë në lidhje me këtë fillim që do bëni. Dhe tha mund të jetë një fillim i ri në dashuri, një fillim i ri me persona të familjes tuaj për të rregulluar marrëdhëniet tuaja, por ndërkohë mund të jetë edhe një fillim i ri në punë ose edhe nga ana ekonomike. Por në fund të javës shoh që ju realizoni diçka. Ju mund të realizoni një dashuri. Në një rast, në rastin tjetër, diçka në lidhje me marrëdhëniet, me fëmijët tuaj, ose diçka nga ana ekonomike në lidhje me një fillim që do bëni, dhe kjo gjë do t'ju sjellë gëzim, ose një punë e re që do t'ju sjellë gëzim dhe ju do ndjeni shumë të realizuar. Një pjesë tjetër mund të keni lidhje shumë të fortë me teknologjinë, por ndërkohë ju shoh që ju mund të realizoni diçka edhe aty, për gjithë ata që kanë lidhje, mund të keni lidhje me studimet, me situata të ndryshme që mund të keni, por edhe mund të keni dhe një fillim të ri, mund të bëhet nëpërmjet internetit, diçka që ju mund ta keni menduar. Gjithsesi është një javë fantastike me fillime të reja, ju ndjeni mirë, ndjeni të realizuar gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrepit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë sa më të mbarë. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e vitit 2026, por dhe videot e muajit janar, sepse aty përfshihet i gjithë muaji.
Atëherë, ju keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, energjinë e shenjës së binjakëve, dhe shoh me energji të shenjave të ujit që jeni dhe ju vetë. Atëherë ju shoh që keni marrë eksperienca, ju sigur keni mbyllur zemrën dhe po përdorni logjikën në lidhje me një dashuri. Për pjesën e beqarëve ndoshta në lidhje me një takim, në lidhje me një person, por gjithsesi unë shoh që ky person në shpirti juaj binjak dhe është një dashuri që është e bekuar nga universi në lidhje me ju. Dhe shoh që do ndiheni shumë mirë, ndoshta do keni një takim edhe pse tregoni të mbyllur, keni mbyllur zemrën, keni marrë eksperienca, përdorni logjikën, por unë shoh një takim dhe është një takim që do t'ju bëjë që ju të çliroheni edhe nga këto situata. Ndërsa për pjesën tjetër, mund të ketë të bëjë që ju do përdorni logjikën, do merrni vendime të rëndësishme në lidhje me një komunikim, në lidhje me situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me dokumenta të ndryshme, mund të kenë lidhje edhe me udhëtime, me komunikimin shumë e shoh këtu. Mund të takoni një person të dashur, kjo gjë t'ju bëj që të ndiheni mirë. Ose për pjesën tjetër mund të futeni në një partneritet, dhe ky partneritet sikur do t'ju çliroj nga situata dhe vështirësi që ju mund të keni kaluar deri në këto momente. Por ndërkohë kjo tregon dhe një zhvillim të mirë të këtij partneriteti. Shoh lajme të mira, shoh gëzim, festime në lidhje me ju, por si në lidhje me dashurinë, lidhje me punën, nga ana ekonomike, por dhe situata të ndryshme që ju mund të keni në jetën tuaj. Është një javë fantastike për ju. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit janar, por dhe videot e vitit 2026. Gjithsesi, në lidhje me shenjën tuaj, shoh që ju do të jepni drejtim gjithçkaje. Mund të jepni drejtim jetës tuaj personale, në lidhje me dashurinë, në lidhje me një person. Sepse shoh që do të jepni drejtim emocioneve tuaja, do të jepni drejtim financave tuaja, anës tuaj profesionale, ose ju mund të merrni një ngritje në detyrë gjatë kësaj periudhe, ose edhe një rritje page. Gjithsesi, shoh që çfarëdo që keni në jetën tuaj dhe mendoni të bëni, ju do të jepni një drejtim më të mirë. Dhe në mesin e javës, shoh që keni kaluar shumë vështirësi, ndiheni shumë të lodhur, jeni ndier më saktë, sepse ju çliroheni nga një lodhje gjatë. Mund të jetë një lodhje në lidhje me dashurinë dhe ju dëshironi të jepni fund kësaj lodhjeje dhe të bëni një fillim të ri. Por ndërkohë mund të jetë edhe që ju keni qenë shumë të ngarkuar, keni punuar shumë, mund të keni bërë disa punë njëkohësisht, kjo gjë ju ka lodhur, por unë shoh një çlirim edhe në lidhje me këtë gjë. Kjo mund të ketë vlerë në lidhje me anën ekonomike, por edhe në lidhje me situata të ndryshme. Gjithsesi, në fund të javës, ju shoh që jeni në pritje të një përgjigjeje, në lidhje me një fillim të ri. Në një fillim i ri në dashuri, mund të jetë një udhtim për një pjesë tjetër, mund të jeni në pritje të një përgjigjeje në lidhje me punën nga ana ekonomike, por ndërkohë ju shoh që duke parë gjërat që ju rrethojnë, ju filloni të shihni gjëra ndryshe, në një këndvështrim tjetër, dhe do filloni të bëni plane afatgjata në lidhje edhe me kontrata që do keni gjatë kësaj periudhe, sepse shoh që në fillim të javës është një periudhë e favorizuar për ju. E rëndësishme është që i jepni drejtim diçkaje, por bëni dhe plane afatgjata gjatë kësaj jave, duke mbyllur një lodhje të gjatë që keni kaluar, si në lidhje me dashurinë, me punën, nga ana ekonomike, por edhe në çështje dhe situata të ndryshme që mund të keni pasur në jetën tuaj. Atëherë është një javë fantastike edhe për ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal.
Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit janar, videot e vitit 2026, dhe të shikoni dhe shenjën tuaj me fat, por mund të shikoni dhe shenjën tuaj ascendente. Dhe shohim energjinë që na vjen për shenjën tuaj. Ju jeni në muajin tuaj dhe ju uroj ditëlindjen gjithë ata që e kanë gjatë kësaj periudhe. Dhe ju shoh që jeni te energjia e shenjave të ajrit, shenjave të tokës dhe shenjave të ajrit. Gjithsesi ju shoh që jeni në dilema, ndiheni konfuz në lidhje me një dashuri, në lidhje me punën tuaj, me marrëdhëniet tuaja nga ana ekonomike, nuk jepni dot zgjidhje situatave, keni mbyllur syt dhe nuk i shikoni gjërat qartë. Në mesin e javës, edhe pse është një javë që është e favorizuar për ju, por ju keni ngecur në këto situata ku nuk i jepni dot zgjidhje situatave të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi unë shoh që ju mungon dashuria, ju mungojnë parat, ndiheni të lodhur fizikisht, por ndërkohë ju shoh që jeni dhe duhet keni kujdes me shëndetin tuaj. Shoh që keni marrë shumë goditje në jetën tuaj dhe kjo ka vazhduar për një kohë të gjatë, por këtu i ka ardhur fundi, ju çliroheni nga gjitha llojet e situatave që keni. Dhe këtë mund ta merrni si në lidhje me dashurinë, sepse shoh që ju keni mungesë dashurie. Për një pjesë tjetër në lidhje me parat, ju ndoshta keni shpenzuar shumë, ngeleni me pak para në përduar dhe kjo gjë në gjatë mesit të javës do ta ndjeni këtë gjë, mungesën e parave. Edhe pse jeni një shenjë që ju punoni shumë, por ja që shpenzimet mund të kenë bërë që ju të ndjeni me pak para. Por ndërkohë për gjithë ata që kanë kaluar probleme me shëndetin, ndoshta për një kohë të gjatë, dhe aty shoh që ju do çliroheni nga ana shëndetësore, ndërsa për një pjesë tjetër në një lodhje të gjatë fizike që mund të keni pasur në lidhje me gjithçka. Një pjesë tjetër mund të kenë lidhje me dokumenta të ndryshme, me institucione shtetërore, ndoshta ju keni dhënë shumë para aty dhe kjo gjë ju ka bërë që të keni pak para në duar. Gjithsesi unë shoh një çlirim deri në fund të javës. Thjesht ju do çliroheni nga situata mungesash, nga dilema ose duke qenë konfuz në lidhje me zgjidhjen e problemeve të ndryshme që ju mund të keni në jetën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni të shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Të më falni, ndoshta flas pak shpejt, por jam e detyruar sepse është një video shumë e gjatë. Dhe ju uroj një javë të mbarë, nuk e di ju thash, shohim energjinë që do vi edhe në lidhje me shenjën tuaj, por ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Videot e muajit janar, por dhe të vitit 2026, sepse aty përfshihet i gjithë muaji. Gjithsesi në fillim të javës keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, energjia e shenjës së Demit dhe Peshores dhe energji të shenjës së Luanit. Ju shoh në një gjendje psikologjike, domethënë pak të vështirë, me nerva ndoshta, në lidhje me një padrejtësi, ose në lidhje me marrëdhëniet, me vështirësi të ndryshme. Ju ndjeni që mund të keni kundërshtime mendimesh me një person, ndjeni që mund t'ju jetë bërë një padrejtësi në lidhje me një komunikim. Ndoshta gjërat mund të arrin edhe pak në mënyrë ekstreme këtu, se mund të jenë disa tensione që të lindin tek ju. Gjithsesi, kjo mund të ketë lidhje dhe vlerë edhe në lidhje me punën nga ana ekonomike, ku ju mund të keni kundërshtime mendimesh në lidhje me një fillim të ri që dëshironi të bëni. Dhe është një fillim i ri financiar ose një udhtim i ri për një pjesë tjetër, ose në lidhje me studimet tuaja. Dhe ju ndiheni shumë të tensionuar në lidhje me këtë. Por edhe në lidhje me një fillim të ri, ndoshta edhe në një vend të huaj mund të jetë ky fillim i ri. Gjithsesi unë shoh që ju e bëni këtë fillim të ri, në çfarë do lloj situate që të jeni. Dhe është një fillim i ri që do marrë zhvillime shumë të mira. Por
shoh që mund të jetë një fillim i ri në dashuri, një dashuri e re, mund të jetë një fillim i ri ekonomik, mund të jetë një punë e re, ose në një vend tjetër që ju dëshironi të shkoni, edhe pse do keni kundërshtim mendimesh me persona që mund të jenë familjes tuaj, te vendi punës, të shoqërisë tuaj ose diçka tjetër. Por në fund të javës unë ju shoh shumë të lumtur. Ju do harini t'i bëni këto fillimet e reja dhe kjo gjë do t'ju japi shumë lumturi deri në fund të javës. Si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me studime të ndryshme, me largime, ndoshta jashtë shtetit ose diçka tjetër. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit janar, videot e vitit 2026, por mund të shikoni dhe shenjën tuaj ascendente, por edhe shenjën me fat. Atëherë shohim energjinë që na vjen, edhe në lidhje kartat vjen vetë. Unë ju shoh keni të bëni me energjinë tuaj, është karta e vendimit, me energjitë shenjave të tokës dhe të ajrit. Atëherë, ju shoh që ju do merrni vendime të rëndësishme gjatë kësaj periudhe. Është një vendim që merrni në lidhje me dashurinë, në lidhje me një person që e keni në distancë, në lidhje me një person që mund të keni distancim emocional ose një shkputje. Por është një vendim shumë i rëndësishëm. Për pjesën tjetër mund merrni vendime në lidhje me punën ose nga ana ekonomike, por shoh që do ndiheni në dilema në mes të javës, në lidhje me vendimin që do merrni në fillim të javës. Dhe ju mund të jeni midis dy situatave, dy çështjeve ekonomike, ose mund të jeni midis punës dhe familjes, mund të jeni në familje. Atëherë vazhdojmë, mund të jeni midis dy punëve dhe ju nuk dini çfarë të zgjidhni, mund të jetë një punë që ka një pagesë të mirë, por është më e vështirë, mund të jetë një punë që është më e rehatshme, por pagesa është e ulët. Varet se si i keni situata në lidhje me punën. Gjithsesi unë ju shoh në dilema, por mund të jenë dhe dilema ekonomike. Dhe në fund të javës shoh që ju keni marrë shumë goditje, keni pas shumë tensione, situata të vështira, dhe ka ardhur momenti që të çliroheni, sepse me marrjen e këtij vendimit, edhe pse në mesin e javës do ndiheni në dilema, në fund të javës ju do arrini të çliroheni. Një pjesë prej jush, ndoshta në lidhje me punën, me fitimet tuaja, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet, ose edhe me situata tensioni dhe stresit të ndryshme që mund të keni pasur në jetën tuaj, dhe këtë mund ta merrni në të gjitha llojet e situatave. Gjithsesi është një javë shumë e mirë, me vendime të rëndësishme, por edhe me një çlirim shpirtëror dhe çlirim nga situata dhe tensione që mund të keni pasur deri në këto momente. Atëherë kjo ishte edhe për ju. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit janar, videot e vitit 2026, ju mund të ndiqni dhe ascendenten tuaj sepse aty përfshiheni më së tepërmi, por edhe video të ndryshme, videot e javës, videon e hënës së plot, sepse dhe ajo ka ndikimet e veta dhe ndikimet e hënës vazhdojnë. Unë nuk fola shumë për këtë javë në lidhje me ndikimin e hënës, sepse bëra video më vete. Atëherë ju uroj dëgjim të këndshëm, një mbasditë të këndshme, por dhe një fundjavë sa më të këndshme për ju. Atëherë dëgjojmë videot e radhës.